Në 24 orët e fundit, i gjithë territori i qarkut Kukës mbi kuotën 700 metra është përfshirë nga rreshtje bore dhe shiu me intensitet mesatar. Në Valbon, trashësia e davorës ka arritur deri në 10 cm. Subjektet kontraktore kanë vijuar pa ndërprerje punën për pastrimin dhe kriposjen e akseve rrugore. Të gjitha rrugët nacionale në qark janë të hapura dhe të qarkullueshme. Bashkitë Kukës të Has dhe Tropoj nuk raportojnë problematika emergjente deri në këtë moment. Furnizimi me energji elektrike është i stabilizuar në të gjithë qarkun me përjashtim të 39 abonentëve në fshatin Llugaj, njësia administrative Llugaj, bashkia Tropoj. Në vijim, strukturat e emergjencave civile dhe ekipet e mirëmbajtjes rrugore po monitorojnë situatën në terren, sidomos në zonat malore ku temperaturat e priten të ulen gjatë orëve të ardhshme, duke rritur mundësinë e ngricave. Kontraktorët janë në gatishmëri për ndërhyrje të mëtejshme në rast të intensifikimit të rreshjeve. Autoritetet këshillojnë drejtuesit e mjeteve të lëvizin me kujdes të shtuar në akset me lartësi mbi 700 metra dhe të pajisen me mjetet e nevojshme dimrore.